Përmes një postimi në rrjetet sociale, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është shprehur i hapur ndaj mundësisë së një ndryshimi regjimi në Iran. Edhe pse termin ndryshim regjimi e konsideron si politikisht jo korrekt, presidenti Trump theksoi se nëse regjimi aktual në Teheran nuk është në gjendje ta bëjë Iranin sërish të madh, atëherë shtrohet pyetja pse nuk duhet të ketë një ndryshim regjimi. Përdorimi i termit ndryshim regjimi mund të mos jetë politikisht korrekt, por nëse regjimi aktual në Iran nuk është në gjendje ta bëjë Iranin sërish të madh, pse nuk duhet të ketë një ndryshim regjimi, ka shkruar Donald Trump në platformat sociale. Postimin e tij ai e përmbylli me një akronim të ri MIGA, një version i përshtatur i sloganit të tij të njohur elektoral MAGA, të cilin e ka përdorur që nga fushata e tij e parë në vitin 2016 dhe e vazhdoi në fushat për zgjedhjet e vitit 2024. Deklarata e Trump vjen në një kohë kur tensionet mes Washingtonit dhe Teheranit janë rritur në pikën më kulmore. Amerikanët vendosen që të sulmonin ushtarakisht disa objektiva bërthamor të Iranit. Këta të fundit janë shprehur se do të kundërpërgjigjen ndaj agresionit.